Ora në këto momente është 10:04 minuta, jam normal asim, normal mi mbroma. Sa bukur du kam ke kamera jote? Gjithmonë këtë studio dalin shumë bukur njerëz. Mashallah. Vërtet? Jo, po më pëlqej. S'para e shoh vetëm se kam dhe ekranin përballë në fakt, se kam mendjen ke vetë. Është i vetmi emision ku ke këto kushte, në asnjë vend tjetër se. Dhe i emision ku çuditërisht e di pse ndjehem shumë kështu rehat, si në kafe. Më vjen mirë që e Se thu. më kujton se sa po flit që më përpara, më kujton ato emisionet ku kemi fol para sa dhe 22 vjetësh, 20 vjetësh. 23 ka Në emision. një studio shumë të vockël, të improvisuar, të zënë, kështu dhe flisnim për çështje ideologjike, për të djathtën, e liberalët të djathtë asaj kohe. S'kan ngel shumë liberalë djathtë. Jo, nuk ka pra. Ose mund të ketë, por nuk kanë më shumë zë. Unë dhe Adri kemi ngel ato gjëra që thoni materi, themi akoma. Ka i sigur. Ky Adri vazhdon punon për Thaçin apo jo? Adri është, me sa dhe unë është antar i kryesisë PD-k-s, por punon midis Prishtinës dhe Tiranës. E pra. Por Adri është shmiku im shumë i mirë, natyrisht, që prej atere, dhe një nga personat e pakt në Shqipëri që i ka qëndru besnik si të djathës libertarianë. Mbaj mend me Adrin se kam vite pa e parë, që atëherë se kam takuar. Mbaj mend një filloi ca kohë para shumë viteve filloi dobësoja, marr mend? Filloi vrapin, ecjen, la ushqimin e këto. Po. Edhe i thot dikush, kote ke i thot, lufta me dhjami nuk fitohet. Edhe po ta vëshë prap Adri i mori kilet. I mori, po. Është i lezetshëm shumë kur e shoh në ekran. Më pëlqen shumë se përveç atyre që thot sepse është realizuar. Shumë. Pëlqen shumë edhe nga rumbullaksia. Domethënë e mbush gjithë kolltukun ngurulet, e ke parasysh? Shiko, ca njerëzve nuk i shkon. Ati i shkon. Ati i shkon. Po për shembull po të vinte Adri dhe unë, do ulej dot te kjo karrikja. Do ulem po patjetër. Je i sigur? Nuk është. Je i sigur? Po, nuk është. Shiko, unë dy personazhe kam pas problem. Adri Nios, se kam pas problem se nuk kam ftuar, po në fakt dhe mu ta ftoj, ke drejti, po kam pas problem Luana Ideraga ndjes pas. E mbaj me Luana Ideraga? E mbaj, patjetër që e mbaj me. Disa u bë Luana në një moment, lo. Nuk ulej dot më. Mirë, po shiko, kjo çështja e Nëse na iku emisione me këto, a çdo njeri ka të gjërat e veta, po s'ka. I më e thash tani kohë se më kujtua, po dëgjoj. Luani shkret gjëna, më kujtua Luana Ideraga e shkret. Lam na normal. Pse? Në fakt unë sot kam ftuar për gjë tjetër. Ashtu, Në fakt sot do flasim me Ermal Asime për aktualitetin politik dhe jo vetëm në Shqipëri, zonja Zotrinj. Mund të flisim edhe për Iranin në fakt, Ermal. Po e ndjerë në çik luftën? Shiko, Edhe ajo si spektakël po bëhet. Shiko, se ti me ty mund të flasim më kollaj kështu, sepse jemi të dy frankofonë edhe unë luftën e ndjek te LCI-a. Edhe ti te LCI-a? Po. Normal sepse LCI-a në fakt është i vetmi kanal informativ në Francë që ka ndjekur vazhdon akoma, po tani është e Irani, gjatë gjithë kohës dhe kur tjerës flisin fare luftën e Rusisë, luftën e Ukrainës. Vazhdon e ndjeka, domethënë LCI-a që ta themi për shikuesit, domethënë është një lloj spin-off. Mos e thuaj kot se as nuk kanë ku e gjejnë fare. S'kan ku e gjejnë, jo, po jo mund ta gjejnë, ata që janë frankofonë e gjejnë online. Ka përshtypjen se LCI-a nuk është online. E gjejnë. Jo, po nuk është live, domethënë dua të them. Është. Unë e hap përpasere nga celulari, po. Është live LCI-a? Po. LCI-a është spin-off i TF1. E di më, është një nga kanalet të TV1-shit. Është, për mua është televizioni më i mirë informativ që ka Franca. Po të pëlqen Darius Rochemont ky? Po, më pëlqen të gjithë aty, po. Darius Rochemont është ky tipi, ky typ me vetë trasha me syze? Po. Që është me origjinë nga Irani ky. Gjithë janë mirë. Edhe të tjerët janë fantastik. O ndërkohë, nga xhelozi, ata kanë krijuar shumë xhelozë, domethënë media e tjera i bien her pas here. Nga që ata merren gjithmonë me këtë punë, ftojnë ish general, ish kolonel, kështu francez, kështu ekspert. Ke vënë se çfarë bëjnë, domethënë ata njerëz që dalin aty janë gjithë ekspert. Gjejnë ekspert më të mirë në botë, sidomos për çështje tani të gjeopolitike, gjeostrategjike, lufte këto. Ti shikon ata dhe është si universitet, si tulesh në auditor universiteti. Por gjen njerëz super të përgatitur. E di mos unë kam përdit. Imagjino sikur të kesh në Shqipëri televizione që ku të flitet në atë lloj mënyre. Dhe kjo të flet shumë edhe për publikun, se domethënë miraku kryesor që kemi në Shqipëri, për shembull që disa tema caktuara nuk i trajtojmë, për shembull flitet shumë pak për arsimin, konkretisht. Dhe pse flitet pak? Sepse s'ka interes për njerëzit. Nga njerëzit, çuditërisht. Ndërkohë që ata merren me gjeopolitik shumë. Ata merren me gjithçka, po sidomos me gjeopolitikën, po, sepse është fantastike. Se edhe BFM-ja me Senjuzi nuk janë keq, janë shumë mirë, por janë më të generalizuar, merren me të gjitha. Ndërsa këta janë të fiksuar te kjo. Këta kur i futen një temë 4 orë rresht.
Nese, se mos na ik emisioni duke bërë reklam. Po duash ti të flasin për këto dhe se bëjmë fare emisionet. Sa qef. Vërtet e ke? Sa qef, vetëm për këtë dhe Arten. Po ç'të ka... Flasin për filozofi, po deshe për letërsi. E shef dhe Arten, Ermal? Edhe Arten e shoh, po kote fundit, sidomos, që nga fillimi luftës në Ukrainë, sidomos LCI-n, LCI-n. Që ka ndodhë? Ermal? Ta është e bërë i ledi ndë. Nga LCI-a jo, nga LCI-a kusht përqenë më shumë atje nga ata i digjon? O, mu të gjithë më përqenë aty. Vetëm se nuk i fikson emrat? Gjithat. Jo, edhe emrat, po të shqisë po më vindë me se është bënd Dariusi është një nga ta, se cili ka stilin e vetë, që është i... është kjo gruaja e Jean-Jacques Bourdonit, e ke parasysh që e bën herbaseret fundjavë, kur Dariusi ishte pushim? Të fundjavës nuk i shoh shumë. A, nuk i shikon? Fundjavë unë e fik celularin. Ma atë e shoh për ditë, po. Unë fundjavë merrem me gocën, me familjen. Po nëse do të thënë tani ti je thjesht spektator të Irani. Nuk është se për shembull do kishte dëshirë që të komentoje të... Po flasim po deshe, po unë e kam inatat dhe pozicionin e dikujt që merr përsipër që të flasi për gjithçka. Qofse mund të them diçka, mund të them për gjërat që unë kam ndjekur nga të tjerët, por nuk jam specialist i Iran, unë e njoh, sepse kam lexuar për atë gjë. Nuk kam lexuar për qef. Ja, por shumë si mbaron kjo luftë, se ndërna duhet gjithë tjetër bosh pa titull që bën me tani në hyrjet e emisionit, që nuk është pak, janë 5 minuta. Do t'i vëmë një titull ne për faqen e YouTube-it, se njerëzit e shohin edhe në YouTube të emision shumë. Te Zonë Elir Official, do ta kesh bërë ti një kështu atë, një subscribe, do ta kesh. Po, kam bërë. Do gjejmë pasaj, Eminenca Gri e emisionit do gjej një kështu, do gjej një titull, dhe do ta vëmë për Iranin, që mos e lëm pa titull të pjesëve që. Do të një titull shu. Jo, një titull normal. Jo. Simja lufta në Iran. Jo. Lufta në Iran duhet patjetër. Dita e sajtë sot për shembull. Sot është ditë e 13 apo e 14? Është java 2. Duhet me e pa. Tema mund të jetë LCI apo LCI? Si? Tema mund të jetë LCI apo LCI? Kësë gjithë? LCI apo LCI? Jo, LCI apo LCI, me që u folë për LCI-në. Asun se kuptova mirë. Po flisni për LCI-në kanalin francez. Po. Pra, LCI apo LCI? Duke që se po flasin vetëm për atë. Me LCI-në kemi marru punë për Jo, e kam me LCI-në, është loj fjallësh që bëna i tani, por nuk e që bën ledhja në këto momente. Se po flasim vetë LCI-në e fatikisht, nuk flasim për atë që thot LCI-a. Më kupton, prandaj e thot. Okej. Dgjoj. Tani jemi vonë tani, ka të më bën me shën që të ashtu se jemi vonë tani, u fut ikur rrjedhë tani. 10 minuta e para janë për Iranin. E marr, ti japim një kuptim kësaj që po themi të gjithës, vëlla, që mos jetë kështu bisedë lirësin podcast, që edhe mund të ishte në fakt. Po, patjetër. Po me që jemi te Irani, vëlla. Locin gringot në Iran apo ti thua e fitojnë mund ta fitojnë totalisht si luftë. Shiko, se ma thuaj shkurtimisht, pa u futur në detaje. Jo, ka një gjë që është shumë e veçantë në rastin konkret, po ta shikosh gjithë historia e marrëdhënieve të Amerikës me Iranin, ka ndryshuar gjatë viteve, raportet që ka pas me Shahun më përpara, po normal, ikën Shahu, vinë ajatollat e tjerë. Revolucioni i famshëm atje. Dhe gjithmonë Amerika ka qenë shumë e kujdesshme. Sepse edhe kur fillojnë marrëdhënie problematike, gjatë viteve 80, sidomos me edhe çështën në aspektin e rrëmbimit pengjeve amerikane etj. Amerika ka qenë shumë e kujdesshme sepse ka qenë në kontekstin e luftës ftohtë. Ndërkohë që tani kanë ndryshuar marrëdhëniet dhe ka një gjë që Trumpi ka atë stilin e vet prej cowboysi, edhe në një farë mënyrë duket si kur i funksionon. Në rastin e Venezuelës i funksionon. Dakor, po s'është njësoj Irani, nuk është njësoj Irani. Jo, patjetër, nuk është njësoj, por edhe për Iranin, nuk e guxim shumë e madh. Do po të themi në kohën e Bidenit, nuk e mendonte njëri që do... Jo, ky e bëri. Po. Puna është si del. Shiko, këtu nuk mendoj, thash, nuk jam unë specialisti më i mirë për këtë gjë, po jap mendimin tim modest. Po, më burr. Me atë çfarë lexoj, se harxoj një orë ca në ditë. Çoj një titull Justinit për këtë. Harxoj një orë ca në ditë duke u informuar edhe për këtë gjë, sepse është temë e ditës. Qëllimet kryesore që janë të amerikanëve dhe ato që kanë shprehë në fakt. Les buts de guerre. Po, les objectifs. Siç e thon miqtë tanë të dashur francez. The goals, the objectives. Qëllimet kryesore mund të përmbushen brenda 2-3 javësh. Praktikisht në një farë mënyrë edhe janë përmbushur në pjesën e tyre më të madhe. Për shembull, çështja nuk është sa raketa ka Irani, çështja është sa lëshues raketash ka Irani. Po prit ndihmoj unë tani një sekond. Lajmi i fundit fare, amerikanët tani kërkojnë furnizime me armë dhe me gjëra ushtarake nga Korea e Jugut dhe nga Japonia, e pe lajmi besoj. Po,
Tani LCI-a, analistët e LCI-s, që ne i shohim të dy, thonë si ka mundësi që është kjo superfuqi, duke respektuar, sigurisht. Që kjo superfuqi që i mbarojnë thuaje, i mbarojnë municionet, kërkojnë municione ata. I mbarojnë municionet për 2 javë, vëlla. Nuk i mbarojnë, jo. Jo, më falë. Jo, po 1 sekund pra, sepse do koti prodhosh. Fakti që ta po kërkojnë tani nga Korea dhe nga Japonia. Shtregon. Jo, thjesht se cili vend runë ato kapacitetet e veta. Ore, frika është kjo. Në momenti që Trumpit rriqet para, pra nuk e qonë dhe në fund të gjë. Qa ndodh? Po s'ka nevoj, shpresa kryesore ka qenë kjo, që regjimi të dobësohet deri në atë pikë, sa pastaj t'i lihet vendi përmbysjes së brendshme, dhe më një lloj revolucioni të brendshëm. E para kjo dhe e dyta, 400 sa është ajo sasia e uraniumit pasuruar, uranium onshiri. Ja të vim aty, të pasuruar, po. Ja të vim aty. Çështja është që Irani kanë qenë nisë në atë lloj rruge, dhe ka vite që është duke u përpjek për atë gjë. Kështu që në momentin që ne flasim, paktën nga ajo ç'a dëgjon sot nga administrata amerikane dhe nga goja Trumpit, që kanë nga bazat. Irani shkëlqimi pa parë vëlla gjua. Kujtova se mos e nga ato. Lajmi në fakt është që marrin nga bazat e tyre në Kore dhe Japoni. Mi, po nuk vun Amerika për armatime, jo, pa merak për atë gjë. Nga sto që nuk është Rusia. Dhe ç'a ndodh tash? Ideja është kjo që qëllimi i parë fillestar ka qenë që të dobësojë regjimin dhe pastaj njerëzit çoheshin. Gjatë kësaj kohe ndryshuan edhe objektivat. Tani nuk është më çështja për, siç e quajnë ato, regime change, ndryshim regjimi. Domethënë, ajo patjetër që është e dëshirueshme. Por rreth parë, qëllimi tani aktual është që të shkatërrohen gjithë kapacitetet bërthamore. Jo bërthamore, po se po ato janë heq qafe, domethënë atë që thot administrata. Domethënë tani Irani nuk është më në pikën ku rrezikon që të arrijë tek krijimi i bombës bërthamore. Dhe nga ana tjetër pse kapacitetet ushtarake të Iranit sot janë kufizuar jashtëzakonisht shumë. Ka patjetër raketa Irani, dron, sa të duash. Problemi është në rastin e raketa, misileve, që janë balistike kryesisht, ato nuk kanë lëshues. Se ato nuk e merr raketën kështu ti dhe e hedh, Qartë. Do të thënë, ato duan lëshues. Dhe 90% e lëshuesve sot janë shkatru. Që ti mund ta kesh raketën aty, mund ta fushësh 200 metra në tokë. Qartë. Po s'pata me çama e lëshues, ke ç'a ti bësh raketës. Raketa nuk është granat që ta hedhësh me dorë. Ormuzin po e minojnë? Ormuzin, jo, sot janë shkatru, nuk e di, po dëgjoj ke BBC-a rreth 17 anije, të cilat potencialisht mund ta minonin ngushtisën e Ormuzit, po ke Ormuzi pastaj preken interesat jo vetëm të Amerikës. Të gjithë dynjas. Po, ka nisë edhe Franca dhe Anglia, janë duke u afruar aty drejt zonës, sepse aty pastaj është krizë ndërkombëtare. Dhe është krizë ndërkombëtare jo vetëm për perëndimin. Se duhet pas parasysh që... Po, sidomos për Kinën edhe pse duhet thënë, anijet kineze vazhdojnë, nuk i prek njeri. Ato vazhdojnë, janë të vetmet që kalojnë tani atje. 45% e furnizimit me hidrokarbure të Kinës kalon nga ngushtica e Ormuzit. Është dhe Kina që nuk i intereson që të bllokohet ai gjë. Dhe vërej që s'është se ka një lloj reagimi shumë të madh nga Kina, në këtë rastin konkret. Zonja Zotrinj, ora është 10:17 minuta, jemi me Edarkën sigurisht, 22:17, jam me Ermal Asimin, i cili është pedagog, themeluesi i një shkolle, i një kolegji, Shkollë, po, 12 vjeçare, 12 vjeçare, që ka një emër interesant, Ermal ma kujto? Ernest Koliqi. Një emër shumë të respektuar dhe nderuar. Dhe duhet thënë që Ermal Asimja kohët e fundit, siç e keni parë dhe e keni ndjekur vetë, në një farë mënyrë është rikthyer, thuaç, në skenën publike, pak kohë më parë, nga një parti që quhet Partia Mundësia e Agron Shehajt, për të qenë si fillim kandidat për Bashkinë e Tiranës. S'kam qenë herë, jo, okej, ka qenë propozim, po s'kam qenë pjesë e partisë. Jo, është rikthyer nga partia, them unë. Pra si ide e Gonit, dhe Ermalit, dhe Kaprit. E ke shkuptova dhe unë. Jo, ata kishin idenë të marrin Ermalin nga shoqëria civile, nga jeta... Si propozim për kandidaturë për Tiranën, është e vërtet, po. Dhe pastaj më vonë Ermali do na shpjegojë vetë në disa minuta pak më vonë, se si rodhi ajo histori, edhe në çfarë momenti është tani, në çfarë pozicioni është tani, cili është roli i Ermal Asimës në fakt në skenën politike tani aktuale në Shqipëri, cili është roli i tij, duket që se thuash Ermali me sa kam parë unë, po për këtë do flasim pas pak.
është mbi palë tani, është një mënyrë një lloj koordinatori midis partive opozitare, jo të gjitha bëjnë pjesë atje, po të më shpjegosh pak më pas Ermar se cili është roli jot në këtë histori. Para se të vemi te aktualiteti i Ermarit, le të trajtojmë pak me Asimen aktualitetin ton që na intereson të gjithëve. Dhe fillojmë më një herë Ledio. Po para se të fillojmë, do ikim fillimisht Ledio te Porto Romano. Dhe fillojmë Porto Romano, do e kapësh nga pyetja 2. Dakor, po të kemi kohë pastaj bëjmë të parën. Të gjithë ju që doni të bëni pyetje Ermarit, Ermar Asimens do bëni një skanim dhe një login të Totosin këtu, këtë QR kodin, do futeni atje brenda, do bëni pyetje, po të jetë me emrin tuaj aq mirë, mos bëni komente, bëni pyetje, ne jemi të etur vetëm të pyesim. Dakor? Mënyra më e mirë për të biseduar, për të komunikuar, nga ndonjëherë kur nuk kemi ekspert për gjërat që flasim, janë pyetjet. Vetëm ato të shpëtojnë. Dakor? Kështu që dhe ju bëni pyetje. Nëse keni info pasaj për gjërat që ne themi, mund të dërgoni se mund t'i lexojmë. Duke i marrë me sigurisht me kështu me çik dyshim. Anullohet tenderi 400 milionë euro në Porto Romano, kur thuhet anullohet, do të thënë në një mënyrë bie tenderi sepse autoroi dhe kjo kompania e fundit që kishte mbet, një kompani cipriote Ermal. Edhe unë dhe ti nuk jemi ekspert fare të kësaj, po më duhet politikisht për ta parë këtë çështje që duket në pamjen e parë ekonomike. Gjithçka ndodh në fakt pas një letre të hapur që i dërgon Am Çami shkurt Shombra Amerikane të Komerc, pra dhoma amerikane e tregtisë, i dërgon disa autoriteteve, përfshirë sigurisht Edi Ramën, që është kryeministër. Akoma? Është akoma. Është akoma dhe do të jetë, mendoj unë. Po kjo është debat tjetër, do flasim pas pak. Dhe interesante është që Am Çami, pra, kjo dhoma tregtare amerikane, dhoma amerikane e tregtisë, nuk di vetëm e ka bërë të letër para se të fliste Edi Rama, si që themi ne, Ramsi 4 në atë mbledhjen e fundit që bëri Pallat Kongreseve dhe Pallat e Brigadave, apo para. Këtë nuk di ta them, datën. Është shumë e rëndësishme. Po ja çka thënë Edi Rama e ka Ledio, ja çka thënë Ramsi në atë mbledhje me deputetët, lidhur me këtë tenderin e Porto Romanos që në fakt nuk është aq i thjeshtë dhe nuk kuptohet se çfarë është ai histori. Do kaloj si gjithë historitë e tjera, apo atje mund të ngecet, mos është një peshk shumë i madh që ne nuk e kuptojmë dot, se duhet të jetë peshk ndërkombëtar. Shiko si ka reaguar Edi Rama, se si ka shfryr dhe i ka thënë amerikanët, kush jeni ju? I ka thënë amerikanëve, kush jeni ju? I di unë se kush jeni juve, një gjë e tillë, pra diçka ka këtu Ermal, po ta dëgjosh me vëmendje, këtu ka një shqetësim të madh valla. Ka një shqetësim shumë të madh, ja shikohet. Dhe duhet të them këtu dy fjalë për Porto Romanon, është një nga proceset më të ndërlikuar, ndoshta më ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme mes vëndesh që janë në stade të caktuara zhvillimi dhe armiqësi ndaj projektit. Nuk do flas më shumë. Ata që e luftojnë projektin, ata që s'po lënë gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne i dim kush janë. Dhe i kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet. Unë nuk kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian. Për çdo gjë tjetër jam te C-ja. Kuptova që ti në fund fare ta kap nga fundi, nuk kam plan B, pauzë, vetëm Bashkimin Evropian, çdo gjë tjetër jam te C-ja. Kuptove Gjerman? Po të Ne i dim kush janë ata, flet për armiqësi, jo vetëm për xhelozi, flet edhe për armiqësi. po t'isha mendja shumë perverse, politikisht, po ta shikosh se Shqipëria dy entitetet ndaja partneriteti ka, SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Që sa i thot që s'kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian, do thënë ata e kam primare, kush ngelet tjetër pasaj që s'qeka primare? Amerikanët. Po. Kështu që po thash po t'isha mendja perverse. S'është perversitet fare kjo është gjëja më e thjeshtë që mund të të vinë në mendje. Nuk e di, unë nuk do i futem atij spekulimi, se mund tjetë edhe që thjesht kryeministri nuk ka ditur të shprehet siç duhet dhe mund të lejë hapësirë për keq kuptime. Por unë kam të drejtë ta keq kuptoj edhe kështu.
Jo, po, pa tjetër mo, jo vetëm ti, çdo njeri e bën këtë pyetje. Ose ta mirë kuptoj. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për shembull për 3-4 firma shqiptare që kanë hyrë në lojë, këtu bëhet fjalë për kompani shumë të njohura në gjithë botën. Është gjë shumë e madhe, sepse... Që janë skualifikuar normal me kalimin e kohës. Tani unë nuk di ti them me emra, po një franceze e njohur për shembull Vënsi që bën vepra të mëdha shumë në Francë, skualifikuar, që në Shqipëri, në Shqipë thon Vinci, ka parasysh që thon Vinci, ka që nuk e thon dot Vënsi, s'ka faj. Nga Da Vinci është, nga Da Vinci. Po i thon Vinci këtu. Vinci. Vënsia për shembull që është një super gjë franceze shumë e madhe. Ka qenë një holandez, duket, një kompani holandeze shumë e njohur dhe ajo fuqishme shumë. Qa ka qenë tjetër, mora mase? Ka pasur disa... Tek emaili famshëm. Ja, do nëzirë i ledjo tani. I ledjo, para se të vazhdojmë me Ermanin dhe pak minuta me këtë çështje, tani ke një prononcit të ministrit të ri që zvendësoj Ballukun. Karakaçi më duket e kam bjemi, në? Shikoni Karakaçi se çfarë thot, kemi kapur një moment për të kuptuar dhe për t'i dhënë vlerë këtij titulli që kemi në ekran. Ja, shikoja Karakaçin, jepi ledjo. Për shkak të rritjeve të kostove dhe efekteve të krizës, ka një rritje të kostove totale të ndërtimit në përgjithësi dhe patjetër kjo kontraktori ose ofertuesi ka bërë një tërheqje duke justifikuar me qëllimet ekonomike. Para 2 ditësh kryeministri u shpreh për këtë projekt. Ka aktorë të cilët përpiqen që ta frenojnë dhe sabotojnë këtë projekt shumë të rëndësishëm infrastrukturor të vendit për qëllime të ndryshme, le të themi duke përfshirë dhe qëllime ekonomike. Patjetër, ne do ndërtojmë një skenar tjetër dhe çdo faktor apo aktor tjetër nuk do mundet që ta frenojë këtë projekt, sepse ky është një projekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Po pra. Tash kjo është gjë tjetër. Prit, i vëm pikat mbi. Në 5 mars, dhoma amerikane e tregtisë. Vetëm një sekond, them diçka. Jo, po prisë, shumë e rëndësishme kjo. Siç është thënë tani nga Karakaçi, vëllon ndryshe. Se s'përmendet më tash puna e BE-s etj. Këtu tingëllon ndryshe. Po normal më sepse këtu thjesht duket sikur ke konkurrencën e vendeve fqinj, supozojmë, ose gjëra të tilla. Po ashtu siç e thosh ai në të lidhur me atë pjesën e BE-s, pastaj është problem. Se ai e vesh me një tisk kështu pra, më kupton. Interesante është kronologjia, Erman. Në 5 mars, në 5 mars është letra e hapur që i bën amerikanët, se kur themi dhoma amerikane e tregtisë, ç'do të thonë? Janë interesat ekonomike që përfaqësohen nga kompanitë kryesore që investojnë, amerikanët që investojnë. Jo, dua të them për shembull që amerikanët i dinë nëpër botë shërbimet e tyre kur duan të bëjnë punë, hyn edhe nëpërmjet këtyre koperturave. Ke parasysh dhoma amerikane e tregtisë, USAID, këto gjëra patjetër ti e di. Nuk ka një mister aty, domethënë çdo vend. Mister nuk ka, jo. Ka interesat, ti e di shumë mirë, Macroni shkon në Kinë dhe kthehet dhe thotë shita 2 miliard Airbus për shembull ose po ai të paktën e thot Macroni direkt që sa këtu gjëra po ta vësh re, nuk thuhen kaq hapur pra. Jo më thuan. Për shumë amerikanët digjitit, për shembull kanë thënë gjë konkretisht cili është interesi amerikanëve, ata nuk kanë qenë fare në garë. Po s'kan qenë. Kë nuk duan ata të jetë në garë. Ermal, ja prit. Po prit më të marrim shumë, të analizojmë se Timon e Macroni, po atje loja është e hapur në një mënyrë. Po edhe këtu është e hapur. Nuk është e hapur. Po jo është e hapur. Po fal. Shikoj emailin. Ja, pra nxirë pak emailin Ledjo. Po ja, pra amerikanët thonë vetëm nuk duhet ta bëni këtë port Roman, nuk duhet ta ndërtoni kështu siç është i vogël, sepse dhe këtu ta bëni pjesë të NATO-s ose të korridorit 8. Patjetër, kanë shumë drejt. Dale. Pyetja e thjeshtë që bën një jevg në rrugë që nuk e kupton fare këtë histori vëlla kur i than. Rom ose Ballkano Egjiptian. Rom, po ke drejt, po më fal. Jo, nuk ishte me të keq, se unë vdes qartë, ai dua shumë. Gjithashtu do. Një njeri do bëj një gojim që s'ka iden fare Erman. Do e bënte këtë pyetje, do thoshte, "Ore, amerikanët çka kërkojnë? Pse i bien kështu gjatë e gjallë? Ç'duan amerikanët me korridorin 8-1? Dhe ç'pun ka porti me NATO-n? Jo, ka portin punë me NATO-n. Ore, ç'kërkon amerikanët më? Pse ideja është pse nuk thon amerikanët në këtë rast, ai thënë që tani jemi futur në epokën ku maskat kanë rënë. Trumpi flet hapur. Trumpi thotë dua Venezuelën, dua naftën, bam. Nuk flet për demokracia as për asgjë tjetër. Pra, ajo që dua të them është kjo, loja vazhdon të bëhet me pasqyra. Nuk kemi akoma komunikim direkt. Dhe ne këtu në studio... Në email është e qartë gjëja. Por Ermal, pse amerikanë nuk thonë, na lini ne ta bëjmë portin tuaj? E ka thënë në email. Jo. Po shikoj. Lexoj. Hap emailin. Lexoj, po nuk thonë ata ta bëjmë ne. Jo më sugjerojnë ato, ka plot firma amerikane që mund ta bënin shumë mirë këtë gjë. Nuk e thon. Patjetër më është në email. Është në email. Kanë qenë firma amerikane në tender? Nuk e di kanë qenë amerikanë. Ata thonë aty në fund të emailit. Çile jo hapi çik. Jo, kjo është dhe thonë në email se Galapsi e ke marrë, se Bushati ka hedhur këtë, ka gjetë dhe atë emailin në Bushati, emailin e Amçamit, që ja çon Ramsit. Ka gjetë atë emailit që çudi e madhe, nuk e di se ku ka gjetur.
Se si ka qonë Ramsi. Ja ka quti kush që do që të dali. Bravo. Shumë mirë. Loje bukur është kjo, bravo. Po gjithsesi është bërë dhe publike, pavarësisht që s'ka dal... Po jo, po, kjo është e bukur s'ka dal emaili. Qa thuhet tani këtu? Ledios, unë e kam shumë largë. Qa thuhet i gjemë të termali që të termali ja ku e shprejnë ata? Ja, mund të sigurojmë firmat më të mirë amerikane, të inxhinierisë për të asistuar në rishikimin e projektimit Porto Romano, ose rrugëve, autostradave tjetër, që është komplet legjitime. Pra këta, ja, bravo. Dhe u mendoj që do ishte gjë shumë e mirë. Një sekund. Atere. Prandaj e bra dhe unë këtë gjithën për të kuptuar të gjë. Amerikanët më në fund të thua po e kërkojnë. Ne mund sugjerojmë firmat, pra, dhe këtë e thot dhoma tregtare. Është interesi legjitim. A mund të themi sot që Ramsi është tërhequr nga ky tender, pra, vetëm nga presion amerikan, apo nuk ka lidhje? E para u mendoj që ka pas presion jo vetëm amerikan. Sepse është ka pas e tha dhe ai. Ka shumë xhelosa, ka shumë. Është një nga ato historitë ku ne kemi plotësisht të drejtë që të dyshojmë. Dyshojmë që nga fillimi, që nga heqja qafe e portit Durrësit, edhe kalimin në një port që është edhe i cekët, edhe i vogël. Po ma thoshte ti ku dje, me lapa i ndje. Këtë po më thoshte. 2000 ca metra ku diun kalata e portit të Durrësit të vjetër dhe 400 kjo. Asi gjë. Port, si shtuhet aty një med, mund shkarkohet dhe një anije. Maksimumi 2. Imagjino ti do të ashit kalosh, ta bësh atë portën hyrëse të koridorit 8. Si e shikon ti këtë? Koridor europian. Është hal që ka mbetur Ramsi në fyt, apo ti thua këtë hal Ramsi të përdori në favor të vetë? Shiko, të qartësoj diçka herë, sepse s'duhet interpretohet thjesht me një element. Natyrisht që një mail kur flitet dhe bëhet edhe oferta që kompanitë amerikane mund të realizojnë këtë gjë, dhe është e qartë që janë kompani amerikane, kanë përvojë dhe kanë gjithë. Mund t'jenë dhe franceze, gjermane, sa dhe ata kanë përvojë, po s'mund t'jetë një kompani dytësore që nuk e njeh njëri, që është më tepër është dege një kompanie tjetër. Është as Qipriote, nuk e di se çfarë është, mos i bin qaf kot. Po nuk është kompania më e madhe në botë. Ke kompani amerikane që i bëjnë këto gjëra në gjithë botën. Dhe është legjitime që dhoma amerikane e tregtisë ta propozoj këtë gjë natyrisht. Dhe unë mendoj që është në interesin strategjik të Shqipërisë, që në fakt të kemi marrëdhënie të tilla me partnerët tanë. Ma është interes e Ramës, është puna, lerë interesin Shqipërisë. Ata është interesin e Ramës, duhet me pyetë Ramën edhe Ballukun, që janë marrë me këtë punë. Balluku iku gjanën tani, apo ti thua iku për të mos ikur. Ajo ka qenë ky proces. Do të thënë, kjo është, ka dhe diçka tjetër, pastaj që është e rëndësishme, mos harrem. Aty përmendet edhe diçka, pavarësisht se dhoma amerikane e tregtisë nuk merret me çështjet e NATO-s, po si argument është paraqitur që është e rëndësishme. Është ajo që quhet infrastruktura strategjike e një vendi. Dhe një nga objektivat kryesor të politikës jashtme amerikane është që tek aleatët e vet, përveç stabilitetit, zhvillimit ekonomik, demokracisë etj, ketë edhe një farë zhvillimit edhe një lloj sigurie që NATO-ja, në momentin që i duhet infrastruktura strategjike e një vendi, porte, hekurudha të rëndësishme, rrugët etj, ti ketë në gjendje që ti shfrytëzoj. E kemi parasysh në çfarë kohësh jetojmë. Shqipëria nuk është edhe aq larg zonave problematike sa mendojmë ne. Ne këtu rrimë dhe shqetësohemi se mos na vini një raketë nga Irani, rreziqet i kemi shumë më afër se sa aq. Ku jam shumë? Në lindje. Në lindje. Po ku pra, për këtë ke fjalën? Në lindje, ne kemi një vatër rreziku që janë marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën, ose problemi, le të themi, i Serbisë me Kosovën. Serbia vazhdon edhe armatoset, gjithmonë më tepër. Është e qartë që ka një lloj interesi të brendshëm politik që të ketë një lloj klime të tensioni, e përdor këtë tension edhe për t'i bërë presion Bashkimit Evropian, afrimin me Rusinë, me Kinën. Do thënë, kemi një Rusi që është gjithmonë më agresive në qëllimet e veta të politikës jashtme, shkon deri në sulm ndaj Ukrainës, siç e patëm pa. Do këto janë gjërat që nes na vjen rreziku nga Irani, e kemi larg atë. Sa të vinë raketat e Iranit deri këtu kanë kaluar nëpër 7 palë filtra të ushtarak mbrojtës. Por kjo është e qartë, se kjo çështja e portit Durrësit nuk është aq e parëndësishme sa duket. Po të heqësh portin e Durrësit, nuk ka porte të tjera aty afër, se nuk është se do kalojnë nga Vlora ose nga Shëngjini. Jo, pastaj do shkojnë, kush është porti më i madh tjetër diku në Malëzisht? Sa është ky i Tivarit, Malëzisht? Jo, nuk janë port, nuk janë port, nuk janë port. Durrësi ka këtë avantazhin që mund të kishte qenë, por kuptohet me përmirësimin e vet. Rekomandojnë që ky e prishi atë që ishte vetëm për të bërë kullat e Alebarit, apo? E prishi që të fitojnë lek, ata që duhet fitojnë lek. Pas një lloj kundër çdo lloj logjike. Ja korridori 8 shikon që është portokalli normal? Po, patjetër.
që fillon nga Varna në Bullgari, nga deti zi, del në... edhe del këtu. Po, pa tjetër. Shikos qarë, shif rotull, do më thënë, qarë ndodhë rotull. Që sa e drejt për drejt është rruga aty, e shikon në hartë. Cila? Për kë rrugë, thua? Rruga nga Varna deri në Durrës. është shumë e qartë ajo gjë. O kjo porti këtu lartë, ajo ngjyra si e kuqe lartë, që është edhe se nuk e shoh mirë unë ledjo. Ploqe, është afër Dubrovnik, mbi Dubrovnik. Është porti Mathaj atje? Dubrovniku ka, po, Dubrovniku ka portin e vet, natyrisht, po është më larg se Durrësi, ja. Qartë. Se llogarit që nga Dubrovniku deri në Durrës sot, ty duhen 6 orë me makinë për të ardhur. Po ti jesh me kamionat, duhen edhe shumë më tepër. Dhe për të kaluar pastaj nga Ploqe që është në veri të Dubrovnikut. Hyrja autostradës madhe kroate që çon deri në Europë pastaj. Nga atje për tu lidh pastaj me korridoret e tjera është goxha rrugë. Dhe nuk është një rrugë dhaq e mirë, për më tepër. Do të kalosh ose në për Republika Srpska, ose do të kalosh Malzi, qartë. Pra Durrës, Skopje, Sofje dhe Varna. Këto janë 4 pika ku pritet kaloj korridoritet që është ngushtësisht i lidhur me portin e... Ka qenë historikisht, Durrësi ka qenë në perandorinë bizantine, shumicën e kohës, Durrësi ka qenë porti i tretë i perandorisë bizantine. Mbas vetë Konstantinopojës, Stambollit sotëm, edhe Selanikut. Ka qenë porti i tretë. S'ka qenë qytet i parëndësishëm. Kështu që e ka atë logjikën e vetë. Në Durrës nis ajo via Ignatja e famshme. Po interesante për ta kuptuar tani këtë histori. Ne kemi këtë lloj pasurie, domethënë, nuk është se kemi bërë ne diçka për këtë gjë. Nga pikpamja gjeostrategjike, ai porti i Durrësit është shumë i rëndësishëm. Tash ne marrim hedhim në kosh portin e Durrësit dhe shkojmë ndërtojmë një kënd lojrash atje në Porto Romano. Që s'ka as thellësinë e duhur, as për masat e duhura etj. Pse? Që të vi dikush nga jashtë edhe t'ju shesi njerëzve në letër apartamente, dhe me lekët që ju ka shit në letër apartamentet, ndërtoj ato apartamentet dhe të fitoj të bëhet miliarder. Po, këtu fitimi është... Fitimi është kolosal. Jo, pa tjetër. Po, s'është për shqiptarët. Jo, më çfarë shqiptarët? S'është për shqiptarët. Për shqiptarët, unë çuditem me ty. Po, unë jam shqiptar, interesi im janë që të fitojnë shqiptarët. Interesi im është që të fitojnë shqiptarët. Problemi është që këtu në këtë vend nuk është se vendos gjë, as ti, as unë, as njerëz të tjerë. Këtu vendos vetëm një njeri vëlla tani. Dakor. Këtu është vertikal gjëja, nuk është horizontale, pra. Do vi ditë. Për shembull, ai do vendos tani, ja. Tani jemi në pikën 0, iku dhe kjo Qipriotja që ishte, kjo kompania. I bie që tenderi të bëhet nga e para, që s'do bëhet tender. Ose ky Ramsi do përulet, do paloset para amerikanëve, qofse ata duan vërtet ta marrin portin. Më kupton, do japi atyre, po do japi pa tender atëre. Po pyetja është nëse je pa tender do hys paku në lojë. Këtë se dim tash se do japi. Tani, më fali sekond. Nuk hys paku në lojë, se janë amerikanët. Shiko, është më kollajt. Kjo shpela më, kjo xhalo e paparë më burr. Është më kollajt të gjykosh për gjërat që janë bërë se sa të spekulosh për ato që do të bëhen. Por normal, nuk është se ka shumë zgjedhje. O do e bëj me tender, siç u nisë të bëj kjo. Me tender do ta bëjmë. Një sekond pra. Po e bëre me tender, i bie që amerikanët vlla. Po. Të futen në lojë. Patjetër. Inshallah futen në lojë. Inshallah s'na vjen një kompani e çuditshme anë këtej nga ato që ekzistojnë kështu që të futen në lojë, që themelojnë një ditë përpara se të marrin tenderin. Edhe amerikanët njerëz janë, pra, pavarësisht se janë sulfuqi. Po patjetër. Që të futen në lojë, ata duan do i bie që të kenë rival apo jo. Po. Ani ç'a bën Ramsi në këtë mes, se të gjithë shkojnë te Ramsi, se ai pra është sultani. Okej. Ti i thon ma jep mua, unë ta bëj më mirë. Çfarë do bëj Ramsi? Do thotë, më fali, unë ju kam të gjithë njësoj, futuni të gjithë në tender, kush fiton më i miri. Do luaj këtë lojë apo do luaj lojën që dakor, qytetëria akoma në pushtet, gjatë sa më gjatë, më mirë të mos e prish me këta gringot, sepse këta janë të vetmi që mund të prishin punë, se europianët i palos kollajt ai. Dhe ja jep gringove. Pyetja është, a do hys paku? Të janë gjitha pyetje legjitime vëlla. Letym që ose ka shkelje ose probleme letym. Nuk është shkelje normal, vjen sulfuqia më. Po nuk e di, të bëj gjykon me sikur. Po jo, po një sekond. A është shkelje të japësh a priori Ermarit edhe të mos e lësh të bëhet tenderi? Po nuk e di. Është shkelje apo jo? Nuk e di. Po, patjetër që është shkelje. Atëherë ç'do të bëj spaku në rast që ja jep amerikanëve ky? Të veproj. Atëherë ç'të bëj Ramsi? Ti japi amerikanëve, patjetër mos e japi. Ramsi të bëj. Ore, kupton ç'a halli ka ky njerëz, ne merrim hallet e tjerëve, asnjë me hallet e këtij. Kur thon Ramsi e lidh me Ramsesin apo
Nga ajo ka lindur. Si Albert i thoshe Ramsesi, Po. faraoni, Po kuptoj. edhe e ke vështirë për ta bësh sa më shqip, se Ramsesi s'ke si i thua, se Ramsesi ka qenë ai, faraoni i Egjiptit. Po kishe për Ramsesin e parë apo të dytin? Të them drejtë nuk kam bërë diferencën. Okej. Se ky i dyti është më i famshëm. Do shta ke pas për të parin, se i pari... Në të theo, unë nisa thjesht nga emri. E vetmja vlerë e të parit është që krye mundësinë që dikush të quhet Ramsesi II. Vërtet? Po tamam, mire. Se nga i pari se njeh njëri e fare çka ka bë. Po ky i dyti bëri atë piramidën e famshme. Ky i dyti i bëri piramidat. Dhe është i famshëm për piramidën. Edhe ky do mbetet për kullat. Për cilat kulla? Këto kullat që bëhen në Tiranë. Ore, të sot zmen me piramida, sot bëhen kullat larta. E vërtet. A e pesi i tha Trumpit në atë, në bordin e paqes. Si tha? Shqipëria, tha, po doni ju, tha zoti president, është e gatshme të vinë në Gaza, tha, me grupin e vetë. Po, ke ishte fort. Pa e dëgjove atë apo jo? Po, për Tiranën marrim arkitekt danez dhe italian, kurse në Gaza do çojmë arkitektës shqiptar. Jo, se kishe për shqiptarët e ima. E kishe për këta mor që po pun kulla tu. A që ti çoj do ti marri ta danezët çoj atje. Po, mo danez italian shtëjen më burr. Po, shumë mirë. Sepse ky në vetvete, vlla, ëndra e tij kjo është më burr. Shiko, ka një element fort është fallusi më burr, fallusi. Falocentrik sapo e thoja. Ka një element, e kisha mendje, ja. Do të njëjtën gjë telepatia. Ka një element fort falocentrik. Një burr që ka ëndër fallusin pyet, mendon, por nuk është i vetmi. Që është instinkt shumë i fortë mashkullor. Po të shikosh edhe veprat kryesore arkitekturore të historisë njerëzimit, ka qenë vepra të tjera. Po shiqysh shumica njerëzve nuk e dinë çdo të thon fallusi, kështu që kalojnë në Google për të analizuar çfarë është falocentrizmi. Gjëna Ramsi shkret më burr. Asnjëherë nuk merrem me hallet e Ramsit të tjerë, marrë ke vënë? Gjithmonë të shkretin e shajmë, ironizojmë, çfarë si themi, e kupton? Ndërkohë që ai tani është vetëm për këtë të portoromanët. Për shembull, ai është një tjetër një presion të paparë, valla. Imagjino ti vinë gjermanët, se gjermanët ka rrezik, ti kujton se gjermanët janë mërzit për ndonjë kështu mo? Gjermanët janë mërzit me shumë gjëra, me stadium. More Ermal, dëgjoj. Dhe me drejt. Po, more Ermal, po më mirë, po, në fakt, në thelb, nuk është se janë mërzit për ndonjë parim, mo. Jo. Diku nuk ka ecë biznesi më burr me këtë Ermal. Jo. Ore tani dëgjoj vllai, po le të jemi në një mendje, mos u fut parime, të lutem, se unë këtu s'bie dakord. Jo, nuk po flasim, jo. Gjermanët janë mërzit diku vlla. Kanë dashur Ermali, njeriu tyre, të marrë një tender diku, dakord? Se ka marrë. Nuk e besoj. Ata janë thjesht parime. Jo, shiko. Gjermanët mund të jenë mërzit edhe për atë. Jo edhe për atë, janë mërzit për atë dhe bëjnë janë mërzit edhe për gjëra tjera. Jo, se nuk ka njeri që... More Ermal, po please, mor burr, të lutem. Si s'rash është dakord me njëri tamam për të punë model, sa kënaq do isha do e lija. Nuk është sepse e redukton politikën e jashtme gjermane dhe politikën e brendshme të sigurisë në Gjermani, e redukton me një interes të thjesht ekonomik. Po se i thua ka më shumë se kaq për Shqipërinë? Patjetër që ka më shumë se kaq. Për Shqipërinë? Patjetër. Po çka ka? Jo më ka, ti ke parasysh që Shqipëria sot furnizon me lëndë të ndryshme psikotropike të gjithë Europën. Po pra, po biznes është ai pra. Jo, po biznes, patjetër, po biznes problematik. Nuk ka, unë kur thash biznes, nuk futa problematik ose jo problematik mo. Jo, sot që është do të bim dakord bashkë për parimin. Sot Shqipëria është prodhues problemesh për Europën dhe për Amerikën. Jam dakord, jam dakord. Që në atë moment ka një interes për ta zgjidhur këtë problem. Nuk po kuptohem mirë mal. Më thuaj. Ajo që unë thash, që doja të bija dakord me ty në këtë bisedë, ishte që Gjermania ka interesa ekonomike në Shqipëri. Jo vetëm Gjermania, mo çdo njeri. Patjetër. Dhe prandaj në këtë kuptim mund do të më kuptosh. Them, se nuk ja qajmë asnjëherë hallin Ramsit më burr. Sepse imagjino për shembull një tuf skifterash që të vërsulen ty të vinë, vup nga të gjitha anët. Dakor, ti do të ruar syt apo jo? Skifterat i e di. Janë sorrat më tepër ato. Ose sorrat ose këta thuaje, jo. Lagurisht e natës. Le shoh suri. Lagurisht e natës. Lagurit e natës. Dakor, lagurit e natës, gjëja e parë që bëjnë është që të qorojnë apo jo? Ata nga që nuk shikojnë natën, të futen nëpër flokë. Të futen në flokë dhe nëpër sy dhe të qorojnë. Kjo dihet, është shkencore domethënë, kurse po e shpikun. Dakor, po. Tani imagjinoje Ramsin, një njeri vlla, që po janë vërsulur lagurit e natës nga të gjitha anët. Prit sekond, ç'a do bëj? Më thuat ti mua ç'a do bëj? A do mbroj sytë e veta? Ti më vulet i vetën në vend aty normal. Ç'a do bëj më burr? Të vinin 5 kompani të forta europiane, të vitë edhe një kompani amerikane, se me siguri janë çami, kjo dhoma e tregtisë amerikane. Besoj, qëse Ramsi thotë po mbi më jep një kompani, ata e kanë besoj një gjë, nuk janë kështu kot në ajër. Pra e kanë njërin ata në mëng, e kanë gati, je dakord me mua? Çiko, janë njerëz serioz. Unë ta ken. A pra, tani, ç'a do bëje ti po ti isha Ramsi vlla? Më thuaj pak.
Ta me ja vure vetëm. S'do arrije ke kjo pikë. Si s'do arrije? Ore, a duhet bërë një punë, vlla. Por nëse ti arrin ke kjo pikë, nuk e çat bësh më pastaj. A duhet bërë një punë, Çat bësh më. Dhe më jo, po se cila pikë, Po do bësh më, ja ta them ke cila pikë. Nëse ti je sot qeveria franceze, dhe gjithë tenderat i organizon ashtu siç duhet me barazit, tenderash e gjitha me gjithë parametrat ligjor, sipas ligjit, okay? A vjen dot njeri edhe të të kërkoj ty diçka ose të tankoj pse zgjodhe këtë, pse zgjodhe jo, natyrisht nuk vjen dot njeri. Po tani më armiqësi që thot ai dhe xhelozi krijohet apo jo, pavarësisht se E para jo, dëgjoj. Se ti fokusohesh vetëm tek ky aspekti ekonomik. Çdo vend ka interesa dhe veta ekonomike, është legjitime kjo gjë. Jo çdo vend. Unë them përveç vendit, çdo lider ka interes se veta ekonomike. Mirë, po flas për Ramën, tash po flas për Europën. Edhe për liderat europianë them unë. Po, dakor. Liderat europian janë në radhë të parë. Ore Macroni ku erdhi këtu. Shitës janë gjithë. Fal. Shitës janë. Çfarë i dha Macroni drama? Macroni se di çfarë i ka dhënë. Po për shumë, di që i ka dhënë një park fotovoltaik të paparë në jug apo jo. Se dia e ka dhënë Macroni, mundet. Po jo, Macroni me emër jo, më ka dhënë një firmë që njihte Macroni. Firmë franceze, po e di që janë francezë. Po çfarë bën këta më mal? Po sa pazare bëjmë më gjithë ditën. Ti trajton kështu sikur e kanë nxjerrë nga xhepi ja ka dhënë. Sepse nëse ne do të trajtojmë kështu, do ishim thjesht një zyrë burokrati në jemi media, më si do trajtojmë? Jo, dakor, por shikush problemi. Reduktimi thjesht në interesa ekonomik e heq vëmendjen dhe fokusin nga problemet të tjera shumë të mëdha që Shqipëria shkakton sot në Europë. Që është droga, trafiku i drogës. Droga në Po mora një rast. Po dhe destabiliteti i vendit. Okej, rrit trafiku i drogës. Trafiku i drogës, po. Ku e kanë hallën ata? Ku e kanë hallën që droga e tyre jo mos shitet në Gjermani ose në Europë. Po të shitet me shumë të lirë se janë rrit çmimet. Pra ata nuk janë kundër shitje. Pra Ormal, dëgjoj Arianin. Ore Marse, unë nga ty pres më mirë kuptosh. Thjesht e don kokainën me çmime të lirë. Kjo është ideja. Patjetër. Po jo më shit, po e diti çfarë? Ose dikush do ta shesim më mal atë, po nuk e shitim ne, dikush do ta bëj. Një sekond. E diti që kur shqiptarët janë fuqizuar këto vitet e fundit, e di çka ka ndodhur me çmimin e kokainës në Europë? Është ulur. Është ulur. Patjetër. Po pra jam, është prishur tregu dikujt tjetër. Patjetër. Dhe ti thuaj që tiken shqiptarë që të shesin në Rusë. Dikush do ta bëj pra se prap s'po më ndjek. Pra dëgjoj Arian. Logjika është kjo. Një treg edhe ilegal dhe legal, në momentin që do ikësh ti nga loja, dikush do e bëj, nuk do mbetet poshtë, se tregu nuk rap thira poshtë. A je dakord me mua? Jo, ka diçka. Okej, si je dakord as me këtë? S'jam. As me këtë? S'jam. Po pse? Sepse mendoj që çdo qeveri, kur është jashtë, si objektiv kryesor në raport me votuesit e vet, e shikon qartë as ke Trumpit. Një nga premtimet kryesore të Trumpit ka qenë lufta kundër drogës, nuk është i pari. Ka pas të tjerë më përpara. Sa më republikan një atje... Që janë premtime para se të vishë pushtet, më? Jo, po e ka seriozisht, e ka shpall prioritet. Okej, e ka shpall prioritet atë gjë. Dhe lufton kundër asaj. Është e drejta ati. Edhe në Europë ne shkaktojmë atë lloj problemi. Dhe nuk është vetëm ai problem. Sot Shqipëria është një bazë e sigurt për krimin organizuar. Sot dihet ke njerëz anë këtej për Shqipëri, nuk i prek njeri. Njerëz që nuk guxojnë të shkojnë në Europë, nuk e kalojnë kufirin. Le të rikthehemi edhe pak te tenderi pas do ikim te ajo. Okej. Sipas se ky tender do jetë hal e gjatë që do i shkaktoj probleme edhe Alabarit, se sa më shumë vonohet tenderi i Porto Romanos, aq më shumë do mbyllet kjo kalata që është lënë akoma tek në Durrës e Porti Vjetër. Mos harroj që tani anihet, vazhdon akoma te Porti Vjetër, pra Alabari po ndërton në një vend, por nuk mund të do të akoma të shtrihet ta marrë të gjithën, se ashtu është projekti. Po. Sepse duhet të mbaroj Porto Romano, që të transferohet gjithçka, gjithë gjërat që ndodhin në Durrës, në Porto të shkojnë atje. Pra, kjo tani krijon probleme të mëdha. Një e para, mërziten investitorët, ata vetë, mërziten se kanë hedhur lekët, e kupton? Sa burr kjo ata vetë. O le dio çishte kjo. Pra mërziten investorët, pra ata vetë, sepse kanë hedhur lekët. Dhe e dyta, Ermal, që lekët e kanë hedhur shqiptarë që kanë bler apartamente në letër aty në ajër, domethënë janë në letër, jo. Diskutohet, patjetër. Që ata do mërziten. Patjetër, po. Është e vërtetë kjo. Dhe është dramë edhe ajo se njerëz që kanë investuar lek pafund aty. Dhe e dyta Armal, valla, nuk mund të ketë dot sado vend qeni të jetë ky vend qenerie në kuptimin e hajdutërisë. Një port duhet të ishte serioz në Shqipëri. Patjetër. Ashtu. Dhe për ta mbyllur, unë jam shumë kurioz të shoh si do përfundojë kjo histori, pra, është një histori që do vazhdoj gjatë dhe do rikë shumë pezull, apo se thuash do çahet ajo qelbi, e ke parasysh? E do plasi. Kjo është shumë interesante, për mua është një nga aferat më interesante që ne do përjetojmë kjo e Porto Romanos, sepse në të gjitha rastet, edhe sikur gjithçka tani të bëhet e rregullt, nga armiqësitë dhe xherozit që thot ai Ramsi atje, që ne do dëgjojmë prapë tani sepse vjen publik që nuk e kapin fillim,
Unë mendoj që do dali dikush që do e prishilojnë prapë. Pra një ato firmat, kur të humbasi, do dali do flasi. Çfarë do thotë? Pislikjet që ka ndodhur. Po shumë mirë flasi. Është një perl. Tani këtu do të shohim, le jo, për gjithë një publik që vjen tani dhe i se ka parë, plasë edhe një pjesën e Ramsit të grupi parlamentar, ku thot, unë e di mirë kush janë ata, thot. Plasë i qik. Dhe duhet të them këtu dy fjalë për Porto Romanon, është një nga proceset më të ndërlikuar, ndoshta më ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme mes vëndesh që janë në stade të caktuara zhvillimi dhe armiqësi ndaj projektit. Nuk do flas më shumë. Ata që e luftojnë projektin, ata që spolon gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne i dim kush janë. Dhe i kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet. Unë nuk kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian. Për çdo gjë tjetër jam të C-ja. Po pra, për çdo të jenë të C-ja, do më vetëm këta të bëjes më na kërkuan do e jap. Pra çajën të tjerë mos prisni. Të tjerë janë amerikanët, pra, unë kështu e kuptoj. Prandaj duhet titull tjetër. Tani më vjen dhe mesazh nga një specialist që se atë do të emrin. Specialist. Nga një ekspert. Thot, nga e dy ky ministri, thot, do vëj leo tani dhe ministrin. Ministri i ri që më thot mesazhin, nga e dy ky ministri motivin e tërheqjes së privatit, se foli ai që është tërhequr dhe një privat, thot. Është tërheq ky Ciprioti që ishte i fundit. Se ka parë çdo ofertën zyrtarisht. Pastaj do kanë komunikuar bashkë, thot? Prit. Nga e dy ministri që është tërheq privati, kanë komunikuar bashkë? Se i qanë hallin këj privatit, po je paraprin rritjes së fondit limit? Spaku pas ka punë duket prapë. Pyta. Spaku ka e shumë punë, sa s'di ku të nëjë më para. Këta dani dhe i thonë publik mërë burë, se kuptojnë një gjithë tani, do t'jen dhe trashtë, vëlla. Pse dani i thonë publik të gjëra mërë burë? Ore, digjo. Ja o thamë i shkretë, ja o thamë o rapsi shkretë mërë burë. Po ja o thamë, orla, bëni që keni bërë, po, pse flisni, mo, pse dini në ekran, pse lini gjurëm? Mos i ka thënë vetë që të flasi. Ose i fut vetë të krasi që t'i djegi. Ka dallim midis deklaratës së ministrit me deklaratën e Pa tjetër, dallimi madh shumë. Duket sikur është e njëjta gjë, po ka dallim të madh. Dallimi është përmendet ajo historia e BE-s, planit C. Fare. Tash është thjesht justifikim për anulimin e tenderit, se fjalimi i Ramës është që do ecim përpara e me atë thënien e famshme turke, që Rama e paraqit se shqiptarë që të lehtëlejnë, karvani do eci përpara. Po, i që dorën e marrë se nuk vete zërit e mikrofoni, po e mbajtet. Po. Digjo, është shumë interesante kjo. Tani imagjino, e shtoi tani këtu, dhe hallin e madh që ka se pritet thon tani, kjo nuk është e konfirmuar, që të shtetëzojnë dhe aeroportin e Vlorës. Iku, ja morën pasollit, ata demin e kanë nga anë e vetë, e regulojnë me atë, i apin lekët. Ky është vendi i çuditërave. Po pasollit dhe shket më burë, si ja futi ky vdiste për atë bac i thoshte më burë. Për atë rast, me thënë vërtetë, nuk është se kam shumë informacion. Po çfarë rast, pasollit kanë bet me gishën gojë më burë, e pari vjen vërtetë për Tiranë nuk e van njeri. Në përgjyqja në përgjëra. Aty do ishte spekulimi i madh pastaj, po zguxoj. Në fakt dëgjoj. S'kam çfarë them kur s'kam. Por e mendoj hollol, unë njoh dhe pak personazhe valla. Edhe mirë t'ju bëhet atyre më burr. Sepse do të jesh vërtet i trash, naiv, që të mendosh se mund të bësh ndonjë gjë me Ramsin të saktë, kupton? Me Ramsin çdo projekt që bën të prishet rrugës valla, nuk ka qëndrueshmëri. Porto Romano i prish rrugës. Aeroporti tani i Vlorës i mbeti në dere, kupton? Do ta bënte privati. Tani po ndërton privati, ky do marrë ta shtetëzojë, kupton? Ja fut ai tjetrit. Ai tjetri që nuk dihet ç'të bëj, të flasi apo jo. Se di dhe ai të thotë gjëra ore. Po të flasi jeta e tij mund të kërcënohet. Nuk është aq e thjeshtë. Ku do flasësh ti zotëri me shtetin tim, me shtetin do kruhesh. Shteti e qafe, për shembull, ë? Dhe këta që merren me Ramsin, vëlla, se mendojnë do bëjnë lek. Do përfundoni burgjeve më vëlla. Të gjithë. Mos u merrni më me atë, mos u merrni më burr. Nuk e njihni ju atë, nuk e njih çfarë personazhi është. E para ai s'ka miq. Do ta themi këtë gjë. Nuk di ç'është miqësia. E dyta, ai sheh vetëm interesin e vet,
në moment që mbaron puna ai të flak dhe të shtyp si pul, të hedh kështu pllaf. Dhe këta vazhdojnë akoma të shpresojnë që mund të bëjnë punë me të. Edhe si kur një moment të mendonin që mund të bëni punë me të. Një ditë të bukur, do ju vinë gjë mbrapa qafës, pa e kuptuar. Ju mban dikuaj, kupton? Keni kujdes, po ju them, keni kujdes, më burr. Mos u afroni më sa më larg. Do hani dynjan, do bini keq, do përfundoni rënd fare, më për çfarë? Për 5 lekë më shumë, do ju dalin nga hundët. Ai është në hall, më shkreti nuk e bën me qëllim dhe ai, më burr, është në hall të madh, më burr. Ore Erman, është në hall, më burr, disa i kërkojnë gjëra, më burr. Si mund t'ja plotësoj të gjithëve, më marr të gjithëve, më është një koloni e madhe, më janë të pangopur, më. Më jep të, më jep mua, është detyruar të gënjej. Cave do ja ufuzit, sa do e çon në spak, sa do i shesi rrugës. Është e pamundur ndryshe, Erman. Sepse shteti që ai ndërtoi, ky shtet fëlliqësir, e ndërtoi në mënyrë vertikale. Është ai, nuk ka asgjë tjetër dhe janë të gjithë sklevrit poshtë. Nuk e la shtetin funksionet normalisht, dhe jashtësh po pson. Ai dakord me mua? Jo dakord, prandaj duhet shtet tjetër. Prandaj duhet shtet tjetër. Shtet tjetër duhet, por nuk ka kush e bën. Dhe për të do flasim tani. Po para se të flasim, kur i themi shpall luftë, nuk është se ka dalë dhe ka thënë unë i shpall luftë, thjesht Jo. I ka shpall luftë Evropit kuptimin. Është reagim. Është reagim. Reagim se nuk dhe se që Rama ka dëshirë që të shpalli të gjithë besoj e luftë dikujt. Kam mjaftuar. Pyetja është që unë kam moti Ermal, para se të themi, para se më thuash dy fjalë, si e mendon ti këtë punë është e para, nuk pjerdh fare që këta të BE-s po i thonë mos e prek drejtësinë, i jep çdo imunitet që të kërkojnë. Sepse këto janë rregullat për ty në BE. Doli kjo Marta Kos, e famshmja, kjo e zjerimit. E zjerimit është kjo Marta Kos? E zjerimit Ballkanit duket, apo jo? Apo të gjithës. Marta Kos zjerimit doli tani, pardje, dje ose pardje, lajmi fundit fare dhe tha, e hoqi më atë, nuk ka më datë, tha, për vendet e Ballkanit. S'ka garanci. S'ka data dhe ajo lidhi me këtë të rusëve, për mua është spekulime ai që bëjnë këta, po të shënë si ka. Duhet ta meritosh të ishtu brenda, tha. Paradoksi i madh është ky që. Pri një sekondë marrë të mbaroj vetëm për ata i se din. Ndërkohë, Spaku dihet që në një familje i tregoi vijat e kuqe, me atë që bëri, apo jo, që do bëhet nesër, që nuk do japi imunitetin e Ballukut, por mua mirë bën që se jepore. Ky do tregoj vijat e kuqe, gjithandaj duhet shpalli luftë, do të heqë maskën. E ka heqë maskën realisht. Pyetja ime është kush e mbështet Ermal? Ma thua dot? Sepse nuk mundet një njeri i tillë të shpalli luftë disa fuqive të tilla, më kupton të vazhdojë qetë. Është e pamundur. Pra, kush e mbështet nga mbrapa? Kush janë se thuash pikat e tij të forta, që ky vazhdon dhe bën të fortin dhe bën trimin, arrogantin, me struktura të cilat në një farë mënyre mund ta kushtëzonin teorikisht apo jo? Kushdo që jep 83 mandate. Pra, është populli që e mbështet. Populli. Tash populli, këtu është fjala jote. Një sekondë, se populli është një mënyrë të thënit, ë? Për t'i bërë shkurt, mo. Teknikisht po. Teknikisht po populli. Pastaj duhet parë mënyra se si merren këto votat e popullit. Çon si ka, u certifikuan. Jo, ka rëndësi sepse është tjetër gjë kur ti ke zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kur ti nuk ke gjithë shtetin që punon për Jemi dakord me ato. Kur ti nuk ke krimin organizuar që punon për fushatën tënde. Dhe atëherë është tjetër gjë, po ta lesh popullin pastaj të lirë që të votojë, siç duhet, aty është tjetër muhabet. Aty e shef tamam. Por në Shqipëri sot s'ke nevojë ta themi as ne, ta ka thënë dhe OSBE Odiri, konkluzionet që kishin për zgjedhjet e fundit. Kështu që është pak kollaj t'ia vesh fajin thjesht popullit. Unë mendoj që ti mund të analizosh çështjen e popullit vetëm atëherë kur ke pas zgjedhje korrekte, kur ke pas zgjedhje të lira dhe ndeshme. Atëherë pastaj do shikosh, a e meriton populli që ta kritikosh apo jo. E para herë ki parasysh një pjesë, paktën gjysma popullit nuk ka votuar për këtë qeveri. Një pjesë e mirë në opozitë, një pjesë tjetër s'kan votuar fare. Po kjo është argument që përdor ti, nuk vlen në tilla raste. Në momentin që ai është në pushtet dhe zgjedhjet nuk janë anulluar, ky argument vlen për debat të brendshëm për zgjedhjet e tjera. Kush do t'i anullojë zgjedhjet? Po pra, po të ikim nga kjo. Unë them në momentin që jemi, sipas teje, ky mbështetjen e ka vetëm këtu thua ti. Pra, ato 83 mandatet e shpëtojnë. Kaq ka mbështetjen, po domethënë, nëse Rama do kishte edhe mbështetje ndërkombëtare, serioze, të fuqishme dhe koherente, siç e ka pas më përpara. Se ka pas më përpara. Po tani pse se ka? E ka pas, nuk e ka më tani. Pse? Po nuk e ka, nga Shtetet e Bashkuara nuk e ka më.
Se ku e shikon? Dhe I ka shkel në kallo ke pjesa e trafiqeve të ndryshme, drogës, ke pjesa e... Sa ku me Trumpin, po nuk të kishin lënë. Ajo Suzi atje, ajo bukuroshja që ka Trumpi, Bjondja, që është një zonjë shumë e bukur dhe lezeshme, shumë pozitive. Kur e shoh atë më gëzon shumë mua. Ke parasysh për Suzi Walsin, që është shefe kabinetit Trumpit. Ajo është një njeri që nuk lë Trumpit të takohet me asnjë që ajo nuk do. Që ajo mendon që është i Përveç rasteve kur ka interes. Se ka një interes aty. Te bordi i paqes. Patjetër. Shumë mirë. Amerika ka interesin e vet legjitim që në atë nismë që ka ndërmarrë të ketë mbështetje sa më të madhe ndërkombëtare. Ky përfiton nga interesi që ka Amerika. Tjetër. Dhe dhe kjo përkthehet në mbështetje. Jo, kaq për atë. Pse kaq? Për atë mbështetje që. Pse Ramsi nuk merr diçka mbrapsh në kjo punë? E mori aty. Ç'a mori? Ramsi donte videon me Trumpin dhe e mori video me Trumpin. Kaq. Domethënë Vjosa Osmani mbaroi ajo takimi aty, shkoi takoi Marco Rubio. Edi Rama shkoi takoi ç'a takoi, një OJQ, nuk e di se ç'a takoi. Asnjë gjë. Do kjo është çështja. Dhe ndërkohë është e qartë pastaj sepse ti politikën e jashtme nuk e shikon thjesht nga ajo video aty. Politikën e jashtme ti e shikon edhe tek deklaratat që janë shumë të kujdesshme të përgatitura nga ambasada këtu. Dhe po të shikosh deklaratat e ambasadës, është qartë, gjithë deklaratat e gjithë tyre, le të themi, muajve të fundit, ta tregojnë qartë se cili është qëndrimi i Amerikës. Dhe përmend e gjithë kohës tu, përfshi dhe për festën kombëtare, ke urimi, përmend e gjithë kohës çështja e narkotrafikut. Trafikut apo drogës. Patjetër. Ose çështja e drejtësisë, sistemi i drejtësisë, në cilën amerikanët fatmirësisht janë investuar shumë. Se po mos ishin investuar ata dhe Bashkimi Evropian, po sidomos amerikanët janë më si e shef? Qenë më serioz tek. Si i shef kulisat? Kulisat, domethënë, e kësaj loje, domethënë. Është lojë që ti thua do jetë me të papritura apo po kthehemi prapë te ku ishim. Rama sot nuk e ka mbështetjen ndërkombëtare që kishte deri para disa kohësh. E kishte atë mbështetje, nuk e ka më. Po ndërkohë nuk ka presion më, kurse po të kishte presion nuk do fliste kështu. Presioni ka që ka, pse ç'a pritet, tash ti pret që Amerika Rama nuk është Maduro, Shqipëria nuk është Venezuela. Jam dakord, po nuk ka presion në kuptimin. Po jo nuk ka presion. Presioni është i mjaftueshëm. Ç'a do më tepër presion? Po ç'i mjaftueshëm më shumë? Po të bëjnë deklarata, ç'a formë presioni? Po të kishte presion. Ti nuk do luante të shortin më burrë, të pasi luan. Deklaratat nga pikpamja është edhe bashkuara ti shikon deklaratat. Deri këtu mund të shkojnë ata sepse nuk është se Rama po rrezikon sigurinë e Amerikës të shtysë se nuk është as Irani, as Hezbollah. S'ka lidhje me atë. Kështu që nuk është se po i rrezikon. Për kaq sa prish punë, mesazhet janë dhënë të qarta. Janë dhënë të qarta se praktikisht hiq atë momentin kur duhej ke bordi i paqes, nuk është hap dera me një vend tjetër. Po ku ti hapet më shumë se aq? Sigurt. Ti ja shikoj Vjosa Osmanin. Vjosa Osmani e pam pra që u hap dera dhe fund mandatit ishte. Edhe s'është do jetë më presidente. Ska lidhje, është gjë tjetër, është politikë e brendshme, pastaj është Albin Kurti ajo. Po flasim për situatën aty. Nga ana e Bashkimit Evropian, pastaj shikojmë se çfarë mesazhe ka dhënë Bashkimi Evropian. Domethënë e përmendë vetë Martakosin, dhe s'është vetëm ajo. Edhe të tjerët që kanë folë, kanë mbajtur një qendrim të qartë për atë çështje. Sot për sot, integrimi i Shqipërisë ka ngec, është blloku. Sot për sot, njeriu që mund ta zhbllokojë këtë është Rama vetë, ai që e ka blloku. Dhe zhbllokimi është i qartë, do detyrohet që të ti hapi rrugën drejtësisë, me heqjen e imunitetit Ballukut, që s'ka për shumë gjasa. Nuk do e bëj. E dyta, do duhet që të heqë dorë nga nismat e tij për ndryshime ligjore, po bën të kundërtën, se edhe janë nisma e Sadushit, nisma e famshme. Po ishte lajm dhe ky sot. Edhe lajm është patjetër, është lajm problematik, goxha problematik. Se do të hyjë gjykata e lartë në këtë histori tani. Po patjetër se është problem i madh, se pastaj i bie që ti s'do mund të futesh s'do mund ta përdorësh ato instrumentin e masave ndaluese. Sepse ti mendon që Ramsit intereson që ti afrohet në BE, jo më të hyj. Ti mendon që unë për shkakun kam një bindje që ai nuk do. Por mos e që kam dhe info, po. Jo, unë besoj që don, sepse i intereson për arsye votash. Po, sepse për arsye votash? Po, ja ta tregojnë, sepse ai mendon që mund të përfitojë, ka pas edhe objekt kryesor të fushatës vet. Ramës nuk e ka ngel një gjë e madhe për të mburrë me shqiptarë. Ç'a tregoj? Ke parasysh ai kur dele dhe thotë kemi bërë vepra madhështore infrastrukturore, njerëzit gajasen. Dhe po i bien gjithë. Duket sikur po tallen. Po. Rreziqet dhe tallet ai. Rreziqet dhe tallet. Sigurisht që tallet. Do të thënë, me jet Karemi thotë një peshë hedh rjetën ai më. Disa peshë do mbeten thotë. Bin 2 pika shi aty, bin 2 pika shi dhe shemben gjithë rrugët e Shqipërisë. Domethënë lajmi i ditës mund të ishte sot, për shembull, ka qenë ditë me diell nuk është shem asnjë rrugë në Shqipëri. Tash ç'a ndodh? Në këto kushte ai nuk ka ç'a ti tregoj njerëzve. Ti tregoj ekonominë, rritja ekonomike është gjithashtu në durën e disa personave.
nuk është rritje ekonomike nga cila përfitojnë të Po gjithë. pse mendon që ai jeton për treguar njerëzve më normal? Si? Pse mendon që ai qëllimi i jetës tij është i tregoj njerëzve? Se di çfarë është qëllimi i jetës Po atij. pse unë këtu e kam bisedë me ty. Jo, unë po tregoj këtë lloj gjëje. Unë po tregoj se si funksionon prodhimi i legitimitetit që ka Rama. Sot për sot, ai e vetmja gjë që i ka mbet, se nuk ka që t'ju tregoj shqiptarëve. S'ka që t'ju tregoj. Nuk ka nevojë të tregoj gjë më burr. Jo, po ka nevojë të tregoj diçka se do ju kërkoj votën. Çfarë do i thot? Dhe Po votën, pse më ti mendon që votën ai e merr sepse ju tregon? po një pjesë njerëzve po, patjetër. Një pjesë njerëzve po. Seriozisht e ka? Patjetër. Mund të kesh nga ata sa janë 800.000 votues që ka Partia Socialiste. Pra, me që e zgjedhë fundi ky luajti me kartën e BE-s, që ne në 2030 në BE kështu fitoj me këtë thua ti. Jo, nuk fitoj me këtë se njerëzit nuk është se kanë primare. Po çfarë fitoj edhe me me këtë? Jo, po ka diçka, shive çani. Në momentin aktual Rama është duke punu më tepër me pretekste se sa me arsye, me argumenta. I duhen pretekste, i duhen justifikime. Ke parasysh se ato historitë atëre fillimit që I duhen alibi, pra, leni makinat se ju bën mirë që të hesni. Qartë. Nga këto lloj historish. Kaq edhe në këtë nivel i duhen më tepër pretekste dhe justifikime se sa arsye dhe argumenta. Se arsye dhe argumenta nuk ka më. Një gjë që ai mund ta përdori këtu, dhe është një pikë ku ai ka qenë relativisht i suksesshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare, ka qenë kjo pjesa e procesit të integrimit, hapja kapitujve, diskutimet e tjerë. Dhe në qoftë se ai do të kishte avancuar, paktën zyrtarisht, formalisht mund t'u thotë shqiptarëve, shikoj, ne kemi arrit, këto gjërat e tjera, hajde grim sallat kot, po ne i shohim. Por ke procesi i integrimit, aty kur shqiptarët edhe për më tepër nuk e kanë hundën aty që ta marrin vesh se çfarë ndodh me kapitujt, kapitulli aq asaj etj. Sa ku e di publiku gjë se çka ka fare më 22, 23 etj. Domethënë, nuk ka pikë rëndësie, kështu, por ai mund t'i thotë njerëzve që ne po avancojmë. Dhe ka përdorur vazhdimisht legitimitetin ndërkombëtar për të justifikuar edhe këtu brenda. Në momentin që edhe kjo i bllokohet, atëherë i bie gjithçka. S'ka më alibi pastaj. Pastaj do detyrohet të fokusohet te veprat madhështore që ka ndërtuar dhe do i bëj njerëzit që të qeshin. Ky është problemi. Kjo është edhe arsyeja pse unë kohët e fundit e shoh të stresuar. Se di, e ke pa edhe nga gjua trupit këto fjalimet. Patjetër. Domethënë merr frymë si me një lloj sikleti, me një lloj, domethënë duket një lloj kështu nervozizmi. Rama kur është mirë, kur është në qef, fillon edhe bën humor. Se ka dhe figura stilistike interesante, i ka rrit që nga talenti... Me shumë fjalë turke i përdor gjitha. Fjalë turke gjitha. Është një person që ka një talent caktuar në formulim, në elaborimin lingvistik. Kështu që dhe kur e ka gjë ti e shikon që është i relaksuar e kështu. Kjo është merresh me humorin e tij. Unë po flas për qëllimin politik të tij. Unë shikoj se ajo reflektohet te humori. Mirë, por nuk është ai kryesori. Mund të qëllimi politik. Ai pe mbledhjen e fundit të grupit parlamentar. Nga ajo pra e nxorëm atë pjesën. Po e pe si ishte aty si mbledhje vakia. Si arkivol më po e bash. Po, si vaki ishte. Po e kemi thënë më. Si mbledh njerëz aty rrinin kështu domos sikur. Dhe pa me nga lart, po ta vësh nga që janë të zëtë ato, duke ta marrë arkivol. Saksisht ai që don, atë që ai don ta anashkalonte që thoshte. Më kujtoj atë situatën e byros politike kur mblidhen ata mbledhje, domethënë, edhe diskutojnë për te Qafe Ballukun ose këtë Beqir Ballukun, ose Kadria Zbiu në këto tjerë. Ashtu ishte. Domethënë qetësi kështu, si bënte pallati brigadave thua ti, hajtë merrem çik me formën, se hajde. Po, mirë, ka hajde të sensin kështu. Sensin perandorak. Do të japi këtë. Sensin royal etj. Po patjetër, atë e ka qef ai. Pra? E ka qef atë gjë. Çdo njeri që është aty në pushtet. Pra nuk gabova unë kur e quajta Ramsi, që e quaj Ramsi 4 prej vitesh. Po faraon patjetër. Pra ai po shkon drejt saj. Pra ne po e ndihmojmë të shkojë drejt saj. Ai ka pas që në fillim. Patjetër, po. Ore, puna është kapim lojën. Po ndihmon që shkojë ke karikatura asaj. Karikatura, po patjetër, karikatura, po patjetër, po. Karikaturë, po. Po, atë çdo politikan që është në atë nivel e ka, është e pashmangshme. Se ki parasysh diçka. Jo për ta shfaqsuar. Ati i shkojnë çdo ditë në zyrë, paktën 10-20 veta, po supozoj, të cilët i flasin shumë mirë. Të cilët i tregojnë, ata që aju kanë ngarku detyra e gjëra, që kanë përgjegjësi, që i tregojnë se sa punë të mrekullueshme kanë bërë, se sa gjëra të bukura po bëhen, se sa njerëzit janë të lumtur, se sa namin do bëjnë me votues etj. Dhe kur ty të bombardojnë, vjen një moment, pavarësisht ata intuitës politike që ke, ti fillon edhe i beson ato gjëra. Fillon i beson nga i herë edhe diçka një lloj pralli që ti ja u thu votuesve në televizion, fillon e beson edhe vetë, e përmbretson. Vjen një moment ku harron që ajo ishte shpike jote. Fillon e beson edhe vetë. Janë mekanizmat brendshëm psikologjik vetë njeriu.
Sigurisht, janë rëndje. Kjo është, vjen një moment ku ti jeton në një realitet të ndryshëm nga ai që prekin njerëzit. Ti pa e beson vërtet atë i Po e beson, se ka dhe diçka, se edhe njerëzit e ndihmojnë. Kur thotë, e ke parë që thotë qeneria 700 tenxhere mediatike dhe politike, për me çfarë urrëti jam shamblefi e thotë? Po, ironia është që, imagjino tash, Partia Socialiste që ka gjithë pushtetin, pothuajse gjithë pushtetin mediatik, dhe që kanë dorë pikërisht gjithë të kazane gjëra, që kanë ndikim edhe te procesi te sistemi i drejtësisë dhe ankohet tash si parti e persekutuar politikisht. E vetmja gjë që nuk u tha aty, ishte që ai justifikimi madhor që do të ishte grotesk fare pastaj, që Balluku po persekutohet për arsye politike. Se ky është i vetmi argument për cilin ti mund mos ta japësh atë heqjen e imunitetit. Nuk e thakte, se imagjino se si do dukej pastaj kur i bëri argumentimin Olsen Manja. Pa ishte i vetmi argument mbi bazën e cilit ti nuk mund të heqësh imunitetin dikujt. Po imagjino se ndoshta në ditë do arrim edhe aty. Ndoshta Rama në ditë do ankohet që po më godasin politikisht. Ti e shikon, unë e shoh gjatë në pushtet, pavarësisht nga këto që tjerat i quajnë si luhatje, si Ramën. Po. Unë e shikoj gjatë. Nuk më duket. Fatkeqësisht po e shikoj gjatë. Unë jo dhe aq. Janë bledh shumë faktorë. Po për shumë, 2029 që do bëhen zgjedhjet. Në 2029... Nëse s'ka aksident rrugës, mund të më thuat çfarë do ndodhi? Shiko, 2029 do të varet më shumë nga opozita se sa nga Rama. Ermar, kthehemi dhe pak me tjetin fabul, kthehemi dhe pak te kjo thuaje, te pjesa e opozitës tani. Po. Para sa mbyllim jemi në 3 minutat e fundit, Ermar. E para njerë, më thuaj në këto 3 minuta, taksirate ke do jesh vërtet kështu shumë thuaje. Shkurt, preciz, konciz, dhe do më thuash roli jot, cili është roli jot individual në këtë histori, dhe pastaj si shikon ti vazhdimsin, a ka të ardhme, po nuk ka të ardhme? Të ardhme ka, pa tjetër. Të ardhme ka, dhe ardhme do jetë shumë më mirë se sa kjo, që kemi aktualisht. Nga herë gjërat duhet... Më dukesh pozitiv shumë. Po pa tjetër, jam i bindur. Entuziast. Jo, jam shumë i bindur. Vërtet? Po, pa tjetër, jam shumë i bindur. Janë ca gjëra që nuk i ndalon dot. Për aq sa e ardhmja do varet nga shqiptarët, pa tjetër që do ndryshoj për mirë, është e pashmangshme. Po nga herë, ti ke parasysh francezët, kanë edhe shprehjen, duhet shkosh deri në fund pishinës që të shtyhesh për dalin sipërfaqe. Po, ditë ma thua se çani vjeli kemi shkuar ne, se unë kam përshtypjen se ne nuk kemi shkuar në fund. Jo, kam përshtypjen që jemi në fund pishinës, nuk ka ku shkojmë më tepër. Po pse ku e sheftet se unë një nga gjëra për ta kuptuar jemi në fund apo jo? Po. Është, më fal, është ekonomia. Ti e ke parë që këtu vlla, ke parë në të varfër ti në këtë vend? Urdhë? Në të varfër në këtë vend ke parë? Kur them të varfër, jo, kur them të varfër, kur them të varfër nga ata që nuk mbyllin dot muaj dhe nuk kanë çfarë të hanë, ë? Ka më sa dush. Ka? Patjetër që kam. Pastaj nuk është çështje thjesht s'kan me hëngër njerëzit, është çështje e pritshmërive që kanë njerëzit. Shumica e njerëzve kanë mendjen vetëm te ushqimi dhe atje e masin çdo gjë. Jo, nuk kanë të hanë. Shumica e njerëzve. Nuk është vetëm ushqimi, kanë dhe shumë gjëra tjera. Është dhe shkolla, është dhe shëndetësia. Janë rrugët, është siguria. Ata që janë të pakënaqur me këto gjëra kanë ikur jashtë mal. Po bën 1 milion njerëz në këto 10 vjet që kanë. Jo, se ka dhe njerëz tjerë. Ata që nuk durojnë dot arsimin e dobët, rrugë tek Iqia, ku diun, mungesën e ujit dhe dritave, i ke jashtë vlla. I ke shumicën në Gjermani. Jo, ata po tani, jo, patjetër që ata sa që kanë mbetur këtu, me duket kanë prioritete tjera, nuk kanë fare problemin e standardeve. Ai shoku im i mirë Adrian Orellari thotë ata që kanë ikë jashtë kanë votuar me këmbë, me valixhe, domethënë kanë ikur. Po, por nuk janë vetëm ata. Se unë mendoj që sot për herë të parë nuk janë të pakënaqur vetëm opozitarët. Janë të pakënaqur edhe plot socialistë janë pakënaqur, sepse ke plot socialistë sot dhe e shoh sepse i takoj, të cilët janë shumë pakënaqur dhe janë të pakënaqur edhe me shkeljen e dinjitetit të tyre. Sepse ke plot socialistë. Në zgjedhje nuk reflektohet kjo që po thua. Jo, s'reflektohet sepse nuk kanë parë opsion më të mirë. Pra? Në moment. Pra, kemi arrit në pikën ku konteksti rrethana dhe trysnia do bëjnë që opozita të funksionojnë ndryshe. Unë jam i bindur për këtë gjë dhe me që më pyete për rolin tim, roli im është nish kanë dy presupozime thjeshta fare. Sot gjithë partitë e opozitës kanë të njëjtat objektiva. E thjesht fare. Apo jo. Nga ana tjetër asnjëri nuk i shkon njëri tjetrit për t'u bashku. Roli është i thjeshtë, meqense nuk i shkojnë njëri tjetrit, ne si shoqëri përfaqësues, nuk është se përfaqësojmë shoqërinë civile, përfaqësojmë ca njerëz që janë se tash ta them unë për ne, për veten tonë intelektual s'kan një kuptim, po disa njerëz të cilët kanë ca vite që merren me këtë gjë, që i njohin gjërat, nuk janë partiak, s'janë të lidhur me partitë, janë komplet pavarur, po që janë njerëz që kanë akses te të gjitha partitë e opozitës. Madje edhe ke Partia Socialiste. Qartë. Dhe
ne konstatojmë që eventualisht duke i ftuar ne, mund të vinë edhe të bashkëpunojnë dhe të bashkohen. Po kur thua ne kush janë përveç teje, pra kush janë thuash bashkëpunëtorët e tu në këtë? Redi Ramaj, Ektor Ruci, Altin Gjeta, Florian Haçkaj, edhe të tjerë që për momentin nuk është se janë Po si quhet kjo gjëja që keni Forumi i dialogut politik. që do të thotë misioni juaj, qëllimi juaj cili është? Ju të mblidhni partitë? Po, ti bëjmë partitë e opozitës që të bashkëpunojnë. Në momentin që e zëm që kjo ndodh, ju shkriheni? Mbaron misioni juaj apo vazhdoni? Apo mund të bëni pjesë e partive? Jo, s'kemi një plan për të bërë pjesë e partive, se ishim bërë direkt pjesë e partive, por de facto, në një farë mënyre, kur ti arrin ta bësh të gjë, je kthy në një aktor politik. Je aktor politik. Sepse je pjesë e asaj gjëje, ti po merr pjesë në shumë në tryezën e parë që bëm, ne dolëm me 5 pika, ato 5 pika u propozuan edhe nga ne, se ishin pikërisht objektivat. Kush i mbështeti Orman? Berisha i mbështeti. Atëherë është Partia Demokratike bashkë me aleatëve tradicional. Janë ato 4 partitë. Po normal, dihen po. Partisë. Legaliteti, LZHK-ja që erdhën dhe morën pjesë. Që kanë deri sot kanë qenë konflikt me. Janë jashtë parlamentit, po çon sika. Kanë qenë në konflikt me PD-n. Po, Erdhën dhe ato dhe në fund të ditës dolën me një ashtu. Edhe lëvizja diaspora për Shqipërinë e lirë, është faktor i ri që është shumë i rëndësishëm politikisht në diasporë kryesisht. Dhe presim në të ardhmen, unë jam i bindur që do vinë edhe lapajnë dhe shejnë, sepse e shoh të pamundur që të mund funksionojnë me këtë logjikën e kalorësit të vetmuar. Se ti mendoj do vide lapaj dhe shej. Po mirë shej që e ka thënë që s'do, po lapaj pse? Se lapaj në fillim u duk sikur ishte pozitiv. Po, lapaj ka vënë disa kushte. A ka kushte? Një nga këto kushte është edhe se kushtet e tjera janë relativisht të pranueshme. Njëri nga këto kushte është që duhet që opozita të ngulet në shesh, të ketë një ngulim. Po, normal, e kam dëgjuar atë, po. Kjo përse është çik vështirë që ti të shkosh ke partia më e madhe dhe ti imponohesh me 5, 6, 7 kushte. Pavarësisht vullnetit mirë që mund të ketë për tu angazhuar. Megjithatë është çështje e lapës, është legjitime, drejta vet që të marrë pjesë. Nuk e ka, në parim është dakord edhe lapaj. Ka vënë disa kushte, po pret që të realizohen. Shehaj ka qenë kundër, kanë strategjinë e vetë, edhe ai ndoshta edhe lapaj, pjesërisht kuptohet. Dhe kanë këtë merakun e bashkëpunimit me PD-n. Në një farë mënyrë shikojnë si më të dobishme që dalin kundër të gjithë partive të vjetra. Qartë. Problemi partive nuk është vjetërsia, se ke parti që kanë prej 700 vitesh në Europë dhe vazhdojnë të jenë parti që sjellin progres. Megjithatë është muhabet tjetër. Po mendoj që në momentin e rritjes së presionit publik, rritjes së kërkesës për një bashkëpunim të opozitës, do vinë aty sepse është logjika e gjërave, nuk kanë ku shkojnë. Do vinë zgjedhjet lokale pas një viti. Çfarë do bëjë opozita? Do dalin me 7 kandidatë të ndryshëm? Patjetër. Duke e ditë që do humbi? Sigurisht. Më duket e pamundur. S'ka logjik. Do bëhen zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Çfarë do ndodhi? Do vazhdoj prapë se lapa e sheja nuk e kanë problemin vetëm me PD-n, e kanë dhe me njëri tjetrin. Sigurisht. Kanë dhe me Qorin. Sigurisht. Domethënë ky është opozita nuk mund të vazhdojë të funksionojë. Si mund rritën ndryshe? Po si mund rritën ndryshe ata? Jo, po kështu nuk rriten fare. Nuk e di, shohim zgjedhje. Një nga gjërat që i ka prish më tepër punë lapet, për shembull kush ishte konflikti me Nis në Thurje, me Shabanin, apo jo? Shiko se çfarë efekti ka, dhe unë besoj që ka prish punë edhe konflikti midis lapaj dhe shejaj. Sepse njerëzit panë që edhe këto partitë e reja dhe të vogla, në disa momente kanë të njëjtin nivel konfliktualiteti siç e kanë edhe partitë në thonjza të vjetra. Sepse janë në rritje më për si punë e fëmijës kur është i vogël. Patjetër. Do zihet me vllajën me motrën, sepse duhet patjetër që të rriten, e kupton? Tani ka diçka. Frika e këtyre është që duke bashkëpunuar me partinë më të madhe, me PD-n, a thu se po shkojnë te PD-ja, po i ftojmë ne në tryezën tonë, jo në tryezën e PD-s. Por Erman, më thuaj një gjë molla, se jemi në fund për ta mbyllur. Berisha sipas teje. Të jetë të vazhdoj të jetë lideri i PD-s atij apo duhet të hapi krahun? Si mendon ti? Ti që ke njohur, ti që ke punuar dikur në 2005 me atë. Çështja e Berishës është çështje që cakton Partia Demokratike. Sepse për mua ai është thelbi i gjithçkaje. Patjetër, shumë. Nëse heq faktorin Berisha, atëherë është kot të flasim. Se di, është për të diskutuar pastaj. Ja e hoqë Berishën sot. Jo, unë do të bëj pyetje ty. Mirë, prandaj po ta them. Unë në statusin ku jam aktualisht, nuk kam si ti them Partisë Demokratike ndryshon liderin. Ishti Berishën, ndryshon liderin. Kush jam unë? Okej? Jo, jam dakord. Njerëzit dalin aty dhe votojnë. Duan Berishën dhe votojnë Berishën, është problemi aty. Unë nuk votojnë PD. Si jam antar as i PD-s, as i Shejajt, as i Lapet, as njeriu tjetër. Po ti isha, atëherë patjetër që unë do dalë do them do kisha një qendrim. Do kisha një qendrim, duk te ose dua te. Do mendoja, kam si opsion Berishën, po kam dhe një opsion tjetër. Cilat opsione kam? Dhe do zgjidhja midis opsioneve të ndryshme. Dhe kjo është pyetja që do ketë çdo antar i PD-s aty kur vit çështja për të votuar. Kështu që është çështja e tij.
Ashtu siç dhe Berisha nuk mund të shkojë të thotë lapaj tash hikti se mërzite se duhet të jetë dikush Je tjetër. dakord për ta mbyllur emisionin vërtet se radhë. Je dakord me tezën që është shumë e generalizuar të kohë nëpër media, ku shumë kush e thot për shembull që nuk është pra se thuash, Rama është pushteti ose është i fortë, po sepse ka dobët opozitën, pra është Berisha që është Rama ka i fortë. Ti e beson këtë tezë apo jo? Ka një problem më të madh se saq. Rama ja ka dalë me shumë sukses, duke i ra që kanë ditë për ditë me të njëjtin, vend, që t'i bëj njerëzit besojnë që të gjithë janë njësoj. E ke parasysh edhe shprehjen? Arritja më e madhe e djallit thonë është që t'i bindi njerëzit që nuk ekziston. Jam dakord. Edhe Rama çka ka bërë tash i ka bindi shqiptarët. Ndoshta i ka dalë llafi tek këto që janë njësoj sepse ja për shembull, te dosja e Ballukut. Nuk janë njësoj. Ja më te dosja e Ballukut. E kanë dhe opozita dhe pushteti. E kanë dhe këta të Berishës, e kanë dhe këta të Ramës. Si ka mundësi që nuk rrjedh asgjë edhe nga këta të Berishës, se mi nga të Ramës nuk duhet të rrjedh. Shkelje ligjore, nuk mund ta nxjerrin dosjen atë. Urdhë? Ti do ta bëje? Urdhë? Ti do ta nxjerrje dosjen? Po nuk kam se ta nxjerr unë, do ja për Malit, fshellës e nxjerrën Malit, shili ka. S'është ai kollaj del futen në time dhe del që ja ke dhënë ti. Je i gatshëm për sa vite burg? Por zotrin nuk ka nevojë ta edhe Ermani kuptimi si emër. E fi portal anonim o burr. Dakor, por ta hapur llapin, pa duke që nuk duan ta thonë. Pra, te pyetja kush e mbështet Ramsin. Mos është dhe opozita i po e mbështet Erman dhe këtu e mbyllim? Jo, nuk besoj. Jo po e mbështet hapur, më jo. Sekond. Po duke mos vepruar. Jo, opozita ka pas... Opozita më e madhe po flas, Opozita ka pas rolin e vet dhe ke parasysh që opozita ka bërë gjithë këto protesta për atë çështje. Po nuk është ky. Do më opozita shqyr që i doli ky rast në der. Dhe ky ka qenë paradoks i madh që opozita më përpara ka pas qëndrim goxha kritik deri agresiv kundër Spakut dhe drejtësisë. Tani ka ndryshuar Saliu, nuk ka ndryshuar patjetër, e di pse ka ndryshuar. Po, kanë vënë po. E di pse ka ndryshuar. Sepse besoj që ka kuptuar dhe vet Partia Demokratike, edhe Berisha, që është pikërisht Spaku i cili e nxori zbuluar rilindjes se deri dje, shiç ndodh. Deri dje kur dilte dhe Berisha e thoshte kanë vjet 50 milion këtu, 30 milion këtu etj. Nuk e besonte njëri. Se besonte njëri, thosh, ai se egzageron kë. Ja fut kot, është duke ashtu. A doli Spaku dhe nxori edhe 3 fishën atyre? Qartë. Do më shiko çfarë shërbimi të madh i ka bë. Te ka diçka, se kur e thot PD-ja, s'ta beson njëri. Kur del ta thot Spaku, atëherë është tjetër gjë. Ta thot sistemi i drejtësisë, por më tepër të nxjerrë edhe fakte dhe prova, pastaj që domethënë edhe PD-ja ka kuptuar këtë lloj gjëje. Ti thua e palosi Spakun ky Asime apo e palos Spakun ky Ramsi me këto ndryshime do të bëj tani Rama është duke përpjekur të bëj identik atë që ka ndodhur në Rumani. Në Rumani ka ndodhur njëjta gjë. Ndodhi? Po. Kishte atë direktoratin e vet, drejtorinë e vet kundër korrupsionit me Laura Köveshin. E arritën në Rumani më duket, e arritën e palosën. Politika po, e palosën, në qenë qafe. Dhe kanë bërë një soi, fillun duke sulmu prokurorët, pastaj janë vazhduan me nisma ligjore për t'i çmontuar ata, edhe ja dolën, si ja dolën 100%. Pati dhe protesta më duket nga njerëzit. Protesta gjigande. Po nuk arritën dot gjë. Po kjo bravo i qoftë rumunëve, se ne shqiptarët... Po bravo që rumunëve, po qëllimi nuk e arritën, nuk e mbrojtën dot. Pjesërisht u arrit. Pjesërisht u arrit. Pse mos e arri? Shikon, nuk ka... Kur u arrit në Rumani, njerëzit që janë shumë ndryshe se këtu, dani, protestojnë. Çani ka diçka, korrupsioni nuk luftohet thjesht me drejtësi. Dhe korrupsioni nuk është, shiko, korrupsioni nuk është i keq, ë? Jo, shumë i keq. Jo, korrupsioni është i keq. Se ka kalamaj se na dëgjojnë. Dale, o Asime, jo me ke gabim, korrupsioni, ja ta them, korrupsioni nuk është i keq. Pse? Ta them unë. Korrupsioni është i keq vetëm në qoftë se unë ti e thos ai afrikan nuk jam i përfshirë në të. E vërë, si që thoshtë ai tipi afrikani. Po në qoftë se unë jam i përfshirë në korrupsion. Çfarë do bëj, ta mbroj apo jo? Çani, për mua nuk është çështja Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it.